Mirë ishte ky komunikimi i kryeministrit Edi Rama në rrjetin social të Facebooku, teksa i ka dhënë përgjigje disa prej komentuesve në rubrikën SMS. Ne ecim me rrjedhën e informacioneve tona, ndalemi tashmë në zhvillimet të kronikës. Një aksident me pasojë vdekjen është shënuar në orët e para të mëngjesit në aksin Korçë-Pogradec. Siç njofton policia, një makinë përplasi një këmbësor teksa ishte rreth 43 vjeçe, e cila për shkak të plagëve të rënda që mori ndorroi jetë menjëherë në vendin e ngjarjes. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar menjëherë në komisariat për veprime të mëtejshme. Ndërkohë, në qytetin e Shkodrës, një 58 vjeçar dyshohet se pësoi arrest kardiak duke drejtuar makinën e tij e përpasoi mjeti u përplas me 2 automjete të parkuara aty. Siç njofton policia, burri është dërguar në spital, por ndorroi jetë menjëherë.